Që plot 45 vite pa ndërprerje që e punoj këtë ze, zanati nuk lën pa bukë. Shumë më tepër ja din vlerën, se na që ja din vlerën ata që e kemi. Kom qenë angazhuar edhe trajnimi në burgun e pemnave në Lipjan. Unë këtë zanat e punoj qysh prej moshës 14-15 vjeçare. Kom lind me një ku pjesa dërmuese e kam pas si ekonomi familjare atë. Edhe kështu që të gjithë shokët e mi të rrethit e kanë punu këtë, familjet e tyre e kanë punu këtë zeje. Dhe këtu punojshin se Prizreni është ama, burimi i zejës filigranit, po jo vetëm, se nuk mundem me thonë, po secili rajon e ka pas atë, domethënë Gjakova e ka pas në teknikën e filigranit tjetër që e kanë punu, Peja e ka teknikën tjetër, e na e kemi teknikën tjetër. Atëherë gjithë bregdeti ish Jugoslav prej Malit Zi deri në Portorosh nalt u furnizoi me prodhimet e filigranisë të Prizrenit me rrethin, po jo vetëm Peceki ka pas edhe prej Pejës, Gjakovës.